dhe sot do të recitoj poezinë e babait Ilian Dahri. Sot jam gjithashtu edhe për nder të gjyshit tim Enver Dahri, që gjithashtu ka qenë kryetari i shoqatës Çamëria. Në fillim pikturon shtëpi të bëra shkëmbëhi, njëra me flak, të tjera me punë të zifëni. Trupa të shqyrë nga fikat ferpran prusëve, mos haro fëmijët, as veshjet e qarë të nusëve. Pleq në hytur në gjak, bajonet e futur në trup. Medalje të shatit në kokë të mburër bytur. Aniqajt ka blosë në bëshullim e ullin vajës, jo se simbol të paqes, por se s'kon të vajshëm. Në gjysmë minarije tu kemi krysh të fyer, shkollën shqipe me dyre në dritare të shqyre. Në qendrit e tablos në burë me fustanel, lidhur me zinxhir në këmbë në duar në bej. Me ushtar të zergës që se marrin do të zva, lartë, vërit të vepite me shpendit dhe në qarë. Ujën e një nëne që shpon në ret dhe qelin, e zotëtyrësh dhe pasaj, as dritën, as djerin.